13 shkurt, realiteti përfundimtar. Kështu thot Perëndia, Zoti, që ka krijuar qiej dhe i ka shpalosur, që ka shtruar tokën dhe gjërat që ajo prodhon, që jep frym popullit dhe frym atyre që ecin në të. Unë, Zoti, të kam thirrur sipas drejtësisë dhe do të zë përdore, do të ruaj. Isaia 42, 5-6. Në vitin 1932, Albert Einstein i vëreti: situata jo në këtë botë duket e çuditshme. Secili prej nesh shfaqet këtu i paftuar dhe në mënyrë të pavullnetshme për një qëndrim të shkurtër, pa i ditur arsyet dhe rrjedhojat. Në të vërtetë, nuk do t'ju duhet të dëgjoni për shumë kohë përpara se njerëzit të thonë se jetojmë në një botë fati, ku historia thjesht përsëritet dhe nuk ka një qëllim të përgjithshëm në univers. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë është e vështirë të gjesh domethënie në jetë. Nuk mund të bësh asgjë tjetër përveç se të jetosh dhe pastaj të vdesësh. Perëndia flet në mungesën e qëllimit që rezulton nga kjo pikpamje për realitetin. Ai shpall realitetin përfundimtar që ndryshon gjithçka, veten e tij. Perëndia paraqet veten, duke zbuluar kështu identitetin e tij. Unë jam Zoti. Emri i Perëndisë nuk është thjesht emri me të cilin e therrasim atë. Ky emër shpreh qenien e tij. Emrat e shumtë të Perëndisë në Bibël japin informacion domethënës se kush është ai. I përjetshëm, vetë ekzistues, sovran dhe shumë më tepër se kaq. Ndërsa Perëndia flet, ai gjithashtu zbulon fuqinë e tij. Qiejt janë projekti i tij dhe ai ka shtruar tokën dhe jep formë e jetë gjithçkaje që vjen prej saj. Qëndrueshmëria dhe prodhimtaria e krijimit janë të bazuara te krijuesi. Ne nuk jemi produkti ndonjë rritjeje vetë ekzistuese evolucionare, por jemi produkti veprimit të drejtë për drejtë të një projektuesi. Ne nuk mund ta kuptojmë dot ekzistencën tonë të ndarë nga Perëndia. As nuk u krijuam që ta gjejmë qëllimin pa të. Dhe cili është qëllimi i Perëndisë tani për gjithçka që ai ka bërë? Të sjellë drejtësinë mbi tokë nëpërmjet shpëtimit. Unë jam Zoti, të kam thirrur sipas drejtësisë dhe do të zë përdore, do të ruaj dhe do të bëj aleancën e popullit dhe dritën e kombeve. Këtu, ai nuk po na flet neve, por po i flet birit të tij, shërbëtorit që paraqet Isaia. Kur kemi nevojë për këshill, për miqësi, për falje, për shpëtim, Perëndia ka thënë: ja shërbëtori im, që unë përkrah. Isaia 42:1. Kur nuk do të jemi aq të kënaqur në jetë, sa atëherë kur të zbulojmë realitetin ton përfundimtar në Krishtin. Për atij realiteti, ne gjejmë qëllimin ton, të përlëvdojmë Perëndin dhe të kënaqemi në të përgjithmonë. Nëse dëshironi të njihni qëllim dhe përmbushje në jetë, mjafton vetëm ta përqafoni shërbëtorin e Zotit dhe të gëzoheni në të, duke e përlëvduar Perëndin ashtu siç bëri Simeoni. Sepse sytë e mi e pan shpëtimin tënd, që ti përgatite përballë të gjithë popujve, dritë për zbulesë ndaj kombeve dhe lavdi ndaj popullit tënd, Izraelit. Luka 2:30-32.